Alarmi diabetit të tipit 2. Ja ushqimet nga të cilat duhet të hiqni dorë. Mishi i kuq rezulton të jetë armiku kryesor i diabetit të tipit 2, sipas studimeve të publikuara në American Journal of Epidemiology. Konsumi i tij rrit riskun e diabetit të tipit 2 me të paktën 23%. Te njerëzit që e përdorin më shumë se sa të tjerët mishin e kuq, risku i diabetit të tipit 2 është edhe më i lartë, por një studim ka treguar se edhe përfshirja e ushqimeve të caktuara mund të ndikojë në rritjen e problemeve të sheqerit, siç janë ushqimet me yndyrë dhe gjithashtu ushqimet me kalori boshe. Kështu këto ushqime mund të ndikojnë në rritjen e problemeve të sheqerit në gjak dhe të shkaktojnë luhatje të drejtpërdrejta të tij. Nëse jeni një person i riskuar nga diabeti, tregohuni më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm me mënyrën tuaj se si ushqeni për të evituar sheqerin e lartë.